Një vizit shkurt si servis të qytetarëve që një shërbim. Institucioneve të qytetit të cilët kujdestarojnë 24 orë në shërbim. Po sonte vendosëm të vizitojmë të gjithë institucionet të cilet 24 orë do të qenë në shërbim të qytetarëve. E filluam me nënpunësit e policisë në stacionin policor të Gostivarit dhe mesazhi ynë është që të kalojmë qetë në ndrimin e motomoteve, të mos kemi incidente apo ndodhi të padëshirueshme dhe ta presim 2026 një vit më i qetë, më i begat, më i suksesshëm për të gjithë qytetarët e Gostivarit dhe vendbanimeve parreth. Përshëndes juve mediave që keni gjetë kohë të vini në këtë mbrëmje të ndrimit të motomoteve. Gjithashtu përshëndesjen e kryetarin e komunës i cili ka shpreh dëshirë dhe ka gjetë kohë të lirë që të vjen na viziton neve sonte në spitalin e Gostivarit. Kryetarit i dëshiroj sukses, jetë të gjatë, lumturi, shëndet, edhe një vit të begatshëm në vitin 2026. Gjithashtu vlen t'ju informoj se si sonte janë në gatishmëri të gjithë ekipet kujdestare, rreth 60 persona janë të angazhuar, për shkak se ndoshta do ketë pak më tepër punë e kështu. Faleminderit shumë edhe një herë nga ana juaj që keni erdhur na vizitoni.